Nëse kemi një parashikim, pra mbyllet ashtu si kurse nisën me temperatura her minus, her 17, si kurse ti e the që do të jetë dita e martë, e më pas me reshje deri të datë 13-14 shkurt, si vijon ndoshta fundi i muajt, sepse deri në datë 17-20 e morën parashikimin. Po, deri në datën, le të themi afërsisht 20, pra mbeten 8 ditë, deri në datën 20 është kryesisht e paqëndrueshme se kemi vetëm 13-14 që janë pareshje kryesisht, pastaj ditët janë herë kanë zonat veriore, herë qendrore, do të jetë i ngrohtë dhe i lagësht me prezencë të reshjeve dhe java e fundit e shkurtit do të jetë pak më e freskët, absolutisht, sepse ne kemi parashikuar që shkurti të jetë më i ngrohtë se një shkurt normal, por do të jetë më i thatë, pra nuk do të ketë reshje dhe presim që në diellin ta shijojmë vetëm pas datës 20. Megjithatë, veshjet e dimrit duhet të mbeten ende në garderob pa i hequr ato me mendimin se ja po na afrohen pranvera. Pra veshjet e dimrit duhet vijojnë përgjatë shkurtit dhe më pas do presim edhe se si do të jenë nuancat e marsit. Fakt pam edhe ditën e djeshme që panariti reshje dëbore lajda deri në 1 metër. Nuk e di nëse parashikohen reshje dëbore në muajin shkurt apo jo. Të paktën këto ditët që ka reshje, duke filluar që nga dita e mërkurë, e premte dhe fundjava, fatmirësisht rriten temperaturat, pra rriten në vlera pozitive dhe në zonat malore. Tashmë nuk flasim për majat e maleve, flasim për zonat banuara. Në zonat e banuara do kemi kryesisht reshje shiu, sepse edhe në zonat malore termometri do të jetë 4-5 gradë, ndërkohë ka qenë në vlera negative, se sot ne kemi edhe -2 në Peshkopi, në qytet, në fshatra është akoma. Parashikojnë që reshjet e kësaj jave të jenë kryesisht reshje shiu në pjesën më të madhe të gjithë zonave të banuara, përfshirë edhe fshatrat, dhe dobora do të izolohen, pra do ketë dobor vetëm në zonat mjaft të thella ose në majat e maleve që janë 1000 apo 1200 metra mbi nivelin e detit, atje patjetër që do jenë dobore, sepse sado që të rritet temperaturat mbetet 0 ose -1. Kryesisht reshje shiu përgjatë kësaj jave, të paktën deri në datën 10 kemi reshje shiu dhe erë të fortë dhe jo reshje dëbore në këto zona. Fatmirësisht nuk kemi temperatura shumë të larta të cilët do të mundësonin shkrirjen e dëborës në zonat malore, sepse këto do sillnin më pas ato përmbytjet, edhe pse reshje nuk do ketë në sasi intensive, kur shkrin dëbora i shtohen prurjet në të gjitha prejt dhe lumenjt. Dhe me qënë se ma përmënde lajda e fundit që të pyes nëse ma përmbledh,